Në qytetin e Korçës 2 vite më parë u hap një nga optikat më të veçanta, që do të sillte për klientët një risi në produkte dhe shërbim, Optika Koa, me vendodhje në bulevardin Republika, pranë drejtorisë së policisë, ju qëndron pranë klientëve duke u ofruar vizita me mjek italian, shërbim në çdo ditë, syze origjinale të markave të ndryshme, si dhe teknologjinë më të fundit të pajisjeve, që nuk gjendet në optikat e tjera të qytetit. Administratorja Eriola Isa mirëpriti grupin e xhirimit të CNA, ndërsa me shumë kënaqësi tregoi për shikuesit se si u vendos të hapej ky dyqan, risit që ka sjell optika në qytet dhe përshtypjet e klientëve, të cilët tashmë janë të rregullt dhe rikthehen sërish në koha. Ideja e hapjes së një dyqani më të madh lindi pas eksperiencës të suksesshme me dyqanin tjetër të vogël që u inaugurua 5 vite më parë, ndërsa dëshira më e madhe ishte t'u ofronin klientëve më shumë larmishmëri, ndryshe nga optikat e tjera. Në kohë krahas vizitave me mjek italian dhe aparaturat më të mira të kohës, mund të bëhet topografia e syrit nëpërmjet aparaturës që ka vetëm kjo optik. Lindi para 5 vjetësh, ku na hapëm dyqanin tonë të parë, i cili është më i vogël se ky, dhe nga eksperienca që patëm atje, dëshira jonë ishte që të kishim dyqan më të madh me aparatura më bashkëkohore, për t'u ofruar klientëve diçka më shumë nga ç'mundeshim. Edhe tek Optika Koa kemi specialistin italian i cili bën vizitat me aparatura bashkëkohore, siç thash, të markës Uvic, të cilat janë më të mira të momentit. Ne mund të bëjmë testin e shikimit, pra nevojën për syze larg, afër. Gjithashtu kemi futur edhe topografin, i cili bën topografinë e syrit, e cila është një matje korneale, që përcakton më tepër nëse për personat që kanë astigmatizëm të lartë, edhe përcakton nëse kanë ata keratokonus, për personat që mbajnë lentesh, përsërisht shumë i nevojshëm, dhe është një aparaturë e cila nuk mund të gjendet në kosh dhe sidomos nëpër optika. Na trego pak. Atëre stafi jonë është specialisti italian që kryen vizitat dhe 2 gocat që ne kemi në dyqan, të cilat janë specializuar nga Estilori, që është marka jonë e xhamave. Ato kanë bërë trajnime nga Estilori për të përshtatur xhamin tek skeleti juaj, pra për të përshtatur me nevojat tuaja, me nevojat e klientit. Optika Koa u quajt e tillë nga një bashkim emrash, ndërsa njihet edhe si një slogan me domethënie "Ne ecim gjithmonë me hapin e kohës". Eriola tregon se çfarë mund të gjejnë klientët pranë optikës, duke nisur nga xhama cilësor. Për këtë të fundit, administratorja tregon edhe një problematikë që prek më së shumti fëmijët e vegjël dhe që fal këtij xhami, problematika mund të mbahet nën kontroll pa patur progres me kalimin e viteve. Koa është një bashkim emrash, por gjithashtu mund të tregojmë edhe faktin që është edhe mund ta quajmë edhe një si slogan, pra që ne ecim gjithmonë me hapin e kohës, pra sjellim më të re nëpër ju. Optika jonë, klientët mund të gjejnë që nga xhami më i mirë ekzistues, që është Estilori, një markë franceze, e cila që është quajtur tashmë është numri 1 në botë, si për xhamat për larg, ashtu edhe për afër, por është më e mira në xhamat progresiv, që janë xhamat me 2 shikime larg afër. Gjithashtu ka sjellë edhe një risi e cila është për fëmijët, pasi tani fëmijët janë më të predispozuar për të qenë miop për shumë kushte, dhe ky xham i bën që të ngadalësohet miopia. Pra, nëse një fëmijë ka një miopi kot, po them për shembull -2, ajo përpiqet që ta mbajë në atë numër, mos i rritet më shumë fëmijës, se fëmijët e vegjël gjatë rritjes predispozohet që të kenë numra akoma më të mëdhenj. Në këtë dyqan mund të gjejmë një shullëshmëri modelesh të syzeve të diellit dhe të atyre optike. Koa ofron një gamë mundësish për të gjithë klientit. Ne jemi përpjekur që të sellim të gjitha brendet e mundshme tek dyqani jonë. Janë origjinale sepse kjo pyetje bëhet shumë shpesh. Përpiqemi të sjellim modelet e fundit që sapo dalin, duke u përshtatur me çdo formë që klienti kërkon, dëshirat që ka, nevojat, si në optikat ashtu edhe në syzet e diellit. Disa nga problematikat më të shpeshta që shfaqin qytetarët që vizitohen pranë optikës lidhet me shikimin larg dhe afër. Sipas Eriolës, një sëmundje që është shtuar kohët e fundit është keratoknusi, i cili ndikon në shikimin e njerëzve dhe duhet me patjetër të përdoren syze për të parandaluar zhvillimin e mëtejshëm të tij. Problematikat, atëherë normal që është problematika e shikimit për larg, që kanë vështirësi për të parë për larg, vështirësia për afër, e cila shfaqet pas mos të caktuar tek çdo person, dhe tashmë ka lindur edhe problematika tek fëmijët, të cilët janë më të predispozuar për të pasur syze në kohët e sotme. Kjo për shkak ndoshta të teknologjisë, të punës për afër, ose mos qëndrimi shumë jashtë në ambiente dhe kontakti me dritën blu të qiellit.
Sa i përket ndërgjegjësimit të qytetarëve në lidhje me vizitat okulistike dhe vendosjen e syzeve në rast nevoje, duket se ka ende njerëz që e konsiderojnë tabu këtë të fundit. Në optikën Koa ka klientë rregull që vijnë çdo vit për të bërë vizitën e syve. I veçantë mbetet fakti se në Koa ka dhe shumë turistë që vizitojnë atë, kryesisht për të blerë produkte. Eriola tregon një fakt interesant që e ka bërë edhe më të suksesshëm aktivitetin e kësaj optike, është pikërisht shpjegimi me detaje që i bën çdo klienti gjatë vizitës, duke sqaruar me detaje problematikën që mund të kenë sado e vogël. Kjo mund të konsiderohet si çelësi i suksesit që ka thithur shumë klientë në vazhdimsi. Ka njerëz që kanë probleme me shikimin, por akoma është në tabu mbajtja e një syze optike, pra ta mbash tërkohës. Ndërkohë që nuk duhet jetë fare sepse njerëzit i vënë edhe kot për treg, për qef një syze, jo më kur e ke nevojë. Unë do t'i këshilloja të gjithë që të bënin një vizitë të paktën një herë në vit për të parë si janë me shikimin. Dhe mos e kenë atë ngarçin ose atë turpin e të mbajturës një syze. Koa në këtë përvjetor të dytë ka menduar për të gjithë klientët, deri në fund të muajit janar, ata mund të kryejnë një vizitë okulistike falas, ndërsa produktet i gjejnë me 50% zbritje. Turistët e huaj më tepër janë normalisht për syzet e diellit, por kur shikojnë që këtu është një mjek italian që bën vizitat, shumë shpesh të riqen edhe bëjnë edhe një vizitë sepse ne ofrojmë edhe shërbimin e postës që mund t'ja u dërgojmë syzet. Por ndërkohë ne mbajmë edhe gjendje xhamash, që një syze mund të bëhet gati edhe brenda ditësh për klientin që vjen tek dyqani jona. Kemi dhe shumë klientë emigrant korsale ta quajmë, që jetojnë në Amerikë apo në vende të tjera, dhe ata kemi klientë të rregull që vinë shumë shpesh tek optika për të bërë syzet, vizitën dhe gjithçka, sepse ndjen realisht shumë të kënaqur nga shërbimi që ne ofrojmë edhe nga cilësia. Koa mund të konsiderohet një histori suksesi ku me shumë përkushtim, shërbim cilësor dhe teknologjinë më të fundit ka krijuar besim të plotë te klientët e saj brenda dhe jashtë qytetit të Korçës. Kjo optik qëndron e hapur çdo ditë për të pritur klient, ndërsa vendosja e saj është shumë lehtë e aksesueshme. Nisur nga kjo, mos nguroni të shkoni pranë optika Koa për të bërë vizitën tuaj